Iglitare u shkarkuan nga Milani të hënën, bashkë me drejtuesit e tjerë dhe trajnerin Massimiliano Allegri. Vetëm Zlatan Ibrahimović nuk e psoi nga pronari Gjeri Kardinale të Milani. Ibrahimović, si këshilltar i Kardinales, rezultoi edhe më i forti. Bashk do të punojnë për ndërtimin e Milanit të ri. Dje nga Italia u tregua se Ibra nuk e preferonte drejtorin shqiptar. Kështu Tare duket se u bë armik me të vetmin që nuk duhej. Fjalët e Ibrës rreth 2 vite më parë rezultuan të vërteta. Ishte Zvonimir Boban që para një ndeshje në Champions mes Milanit dhe Liverpoolit e pyeti suedezin për rolin e tij. Dhe Ibrahimović u përgjigj: "Komandoj unë, jam bosi dhe të gjithë të tjerët punojnë për mua." Diçka e tillë rezulton tashmë e vërtet. Milani ishte kthyer në javët e fundit në një fole grerzash, ku praktikisht faktorë të ndryshëm brenda klubit punonin njëri kundër tjetrit. Këto janë detajet që po shfaqen gjithnjë e më shumë në mediat italiane, ku raportohet se përplasja kryesore ishte mes Massimiliano Allegrit dhe Zlatan Ibrahimović, me palët që kanë shkuar edhe plan një sherri të mirë fillt fizik. Në media është përhapur sot deklarata e lëshuar rreth 2 javë më parë nga gazetaria Monica Colombo e Corriere della Sera, e cila ndjek prej shumë vitesh kuqezint dhe ka burime të sigurta brenda klubit në fjalë. Ajo kishte zbuluar se miqësia mes trajnerit dhe ish sulmuesit ishte prishur kur palët ishin përplasur fizikisht në një restorant, ku të pranishëm kishin qenë edhe Furlani me Taren. Krisja mes Allegrit dhe Ibrahimović, që i ka rënë shumë pas në kohë, kishte ndodhur në një restorant në praninë e Furlanit dhe Tares, me këto të fundit që është detyruar të ndaj fizikisht trajnerin dhe suedezin. Tregoi ajo nga burime të sigurta në klubin kuqezi që raportonin për këto situatë. Me sa jam në dijeni, Ibrahimović ka 3 muaj që nuk shihet në dhomat e zhveshjeve në stadium apo klub. Për t'u afruar duhet një përballje mes tij dhe Allegrit që nuk ka ndodhur kurrë. Palët nuk flasin dhe të vazhdosh në këtë mënyrë është e pamundur. Një nga pikat e përplasjes ishte për portierin e tretë që duhej vendosur në ekip në sezonin e ardhshëm, por ishte thjesht pretekst për të ringjallur tensionin e vjetër. Kur Allegri mësoi për kontaktet që Ibra kishte me Casanon, kjo nuk ndihmoi. Ashtu si nuk ndihmoi fakti që Ibra ka kontaktuar Leaon dhe Fofana, duke u vënë këshilla taktike të ndryshme nga ato që i ka vënë trajneri në stërvitje, ishin fjalët e Colombos që i praprin kaosin e madh që shpërtheu te Milani në ditët e fundit. Iglitare, Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani dhe Jeffrey Moncada u shkarkuan sot zyrtarisht nga Milani. Bëhet fjalë për 3 drejtorë dhe trajnerin Allegri, që e pësuan pas humbjes me Cagliarin. Milani mbeti pa Champions, dhe kjo nuk u ka përdi nga pronari Gjeri Kardinale. Deklarata zyrtare nga Red Bird, ku tregohet për shkarkimin e Tares dhe jo vetëm, i kushtoi shumë shtrenjtë kuqezinjve. Kjo pasi duhen paguar plot 22 milion euro për këtë revolucion që sapo nisi. Iglitare kishte firmosur për pagën 800.000 euro neto. Shkarkimi i drejtorit sportiv shqiptar i kushton 3 milion euro Milanit, pasi llogariten edhe 2 vite kontrat dhe paga që konsiderohet është ajo bruto. Largimi i trajnerit Allegri i kushtoi 9 milion euro pronarit Kardinale. Në anën tjetër, CEO Furlani është shpenzimi më i madh, duke qenë se kishte rinovuar. Bëhet fjalë për 10 milion euro. Vetëm drejtori teknik, pikërisht Moncada, ishte në fundin e kontratës. Ndaj me 3 të tjerët, bëhet fjalë për 22 milion euro që do të paguhen. Vetëm Zlatan Ibrahimović nuk u largua nga pronari Gjeri Kardinale te Milani. Ish sulmuesi suedez është në prapasken të shkarkimeve që shkaktuan tërmet dietë kuqezinjt. Iglitare, Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani dhe Jeffrey Moncada u larguan me një herë dje pas deklaratës zyrtare të Red Bird. Prapaskenat e zbuluara së fundmi tregojnë se disa shkarkime ishin përgatitur. Për Taren ishte thënë prej ditësh që do të bëhet i sakrifikuari i parë. Sa i përket trajnerit Allegri, rezulton që përplasja me Ibrën i kushtoi shtrenjtë. Shkarkimet ishin përgatitur duke qenë se javën e kaluar u mbajt një takim sekret me Andoni Iraola. Trajneri i Bournemouth shfaqet aktualisht si alternativa kryesore për të pasuar Allegrin.